Përshëndetje të gjithëve. Në videon e sotme do të flasim për një nga temat më të pazakonta dhe më të debatueshme në historinë e njerëzimit, për kanibalizmin. Edhe pse tingëllon tronditës, kjo dukuri ka ekzistuar në periudha dhe vende të ndryshme të botës, për arsye shumë të ndryshme. Le të zbulojmë se si lindi, pse ndodhte dhe çfarë dim sot për të. Kanibalizmi është ngrënia e mishit të njeriut nga një njeri tjetër. Shkencëtarët besojnë se kjo sjellje ka ndodhur që në kohët parahistorike. Arkeologët kanë gjetur reshtra njerëzish me shenja prerjesh dhe thyerjesh të ngjashme me ato që shihen te kafshët e therrura për ushqim. Këto zbulime tregojnë se disa grupe njerëzish të lashtë mund të kenë praktikuar kanibalizëm dhjetra mijëra vjet më parë. Lind pyetja, pse ndodhte kjo? Një nga arsyet kryesore ishte mbijetesa. Kur njerëzit përballeshin me uri ekstreme, dimra të ashpër dhe fatkeqësi natyrore, disa prej tyre zgjidhnin këtë rrugë si mjetin e fundit për të qëndruar gjallë. Historia njeh disa raste të dokumentuara kur njerëzit e izoluar nga bora, lufta dhe mbytjet në det janë drejtuar kanibalizmit vetëm për të mbijetuar. Një arsye tjetër lidhet me besimet fetare dhe ritualet. Në disa kultura të lashta besohej se ngrënia e një pjese të trupit të një armiku ose një të afërmit të vdekur mund të sillte forcë, trimëri dhe urtësi. Për këto shoqëri, ky veprim nuk shihej si mizori, por si pjesë e traditës dhe besimit të tyre. Gjithashtu, në disa luftra të lashta janë përmendur raste ku fitimtarët konsumonin pjesë të trupit të armikut për të treguar pushtet dhe për ta poshtëruar atë. Megjithatë, historianët theksojnë se jo të gjitha këto rrëfime janë të sigurta. Shumë prej tyre janë egzageruar dhe janë përdorur për të paraqitur popuj të tjerë si barbar. Një fakt interesant është se kanibalizmi nuk ka qenë i përhapur në shumicën e shoqërive njerëzore. Përkundrazi, shumica e kulturave e kanë ndaluar dhe dënuar këtë praktikë. Me zhvillimin e qytetërimeve, ligjeve dhe feve, ajo u konsiderua e papranueshme si nga ana morale, ashtu dhe nga ana shëndetësore. Shkenca ka zbuluar një rrezik të madh që lidhet me konsumin e indeve njerëzore. Në disa raste, kjo mund të përhapë sëmundje shumë të rënda. Një shembull i njohur është sëmundja Kuru, e cila u përhap në një komunitet në Papua Guinea e Re, për shkak të praktikave rituale që përfshinin konsumimin e trurit të të vdekurve. Kjo sillte sëmundje të cilat dëmtonin sistemin nervor dhe shpesh ishin fatale. Sot kanibalizmi është jashtëzakonisht i rrallë dhe konsiderohet i papranueshëm pothuajse në të gjithë botën. Rastet moderne lidhen zakonisht me situata ekstreme mbijetese dhe me raste kriminale shumë të rralla. Historia e kanibalizmit na kujton se sjellja njerëzore është ndikuar gjithmonë nga kushtet e jetesës, besimet dhe kultura e kohës. Duke e studiuar këtë temë, nuk synojmë ta justifikojmë, por të kuptojmë më mirë historinë dhe evolucionin e shoqërive njerëzore. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund. Nëse ju pëlqeu dhe dëshironi më shumë tema interesante nga historia, shkenca dhe misteret e botës, mos harroni të abonoheni në këtë kanal dhe të aktivizoni njoftimet. Mirupafshim në videon e radhës.